Situata shumë shqetësuese, sepse një pjesë e tokës bujqësore, e kësaj toke këtu, tashma është kthyer nga tokë bujqësore në lumë dhe në zallë. Dhe u banë prej 2 vitesh që në fakt kemi qenë kontakt qoftë me emergjenciat kombëtare civile, qoftë edhe me prefektin e Qarkut. Biles para një muaji ishim edhe me prefektin këtu që e pam nga afër, ku i shpreha shqetësimin që ky është një dëm që po shkaktohet qoftë edhe tokës bujqësore, por linjes elektrike, po i afrohet lagjes, po i afrohet rrugës kryesore. Dhe njëkohësisht i shpreha shqetësimin që kemi 2 vite që ne kemi aplikuar dhe aplikojmë çdo thirrje që hapin emergjencat kombëtare civile, pikërisht për mbrojtje lumore. Kemi aplikuar me projektin për kac, cilën e kemi bërë para 2 vitesh. Kap një vlerë afërsisht 19 milion lekë treja. Kjo mbrojtje këtu, njëkohësisht edhe mbrojtja lumore e tubit të ujit pishëm të qytetit që është në lumin tjetër të Zmes, i cili dhe ai është problem sepse tubi ujit pishëm është në mes lumit i pambrojtur. Dhe në një moment caktuar, nga prurjet e tepërta dhe rreshtet e shiut mund dëmtohet dhe mbetet edhe qyteti pa ujë. Pra, prej 2 vitesh që kemi kërkuar të ndërhyet nga emergjencat kombëtare, realisht është shqetësuese. Dje kemi ndërhyrë me lëvizjen bashkëpunim me OSHE-n, lëvizjen e shtyllave elektrike, sepse ishte ndërprerje linja elektrike dhe njëkohësisht ishte komplet zona pa energji elektrike, por edhe shtyllat ishin brenda pjesës së lumit. Po i afrohet rrugës kryesore që lidh pastaj lagjen me rrëshenin, me qytetin. Kjo është alarmante. Exemplo, fui do